Me mbi 90% të votave të numëruara me postë nga zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit në Kosovë, lëvizja e vetëvendosje prin me më shumë se 51%, apo me mbi 28.000 vota, bën të ditur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sipas Radios Europa e Lirë. Pastaj renditen Lidhja Demokratike e Kosovës me mbi 30%, Partia Demokratike e Kosovës me mbi 9% dhe Koalicioni Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, NISMA, me mbi 3%. Numrimi i votave me postë nisi më 28 shkurt, pasi KQZ njoftoi se ka miratuar më shumë se 63.000 pako me flet votime. Ky proces pritet të përfundojë gjatë ditës, ndërkohë që pritet të nisë edhe numrimi i votave me kusht dhe i personave me aftësi të kufizuara. Me rezultatet aktuale që përfshin votat në vend votimet në Kosovë, ato në përfaqësitë diplomatike dhe me postë, asnjëra parti nuk ka siguruar numër të mjaftueshëm për të qeverisur e vetme. Për të pasur shumicën, duhen të paktën 61 deputet në kuvendin me 120 vende të Kosovës. Vetëvendosja aktualisht ka 48 vende në kuvend. Udhëheqësi i saj, kryeministri Albin Kurti, është zotuar se do ta formojë qeverinë në mënyrë të pavarur. Partitë aktualisht në opozitë përveç nismës e kanë përjashtuar mundësinë e koalicionit, me të raporton Radio Europa e Lirë. Procesi i numërimit të votave është aktualisht në javën e 4. KQZ-ja pritet të bëjë certifikimin e rezultateve në mes të këtij muaji.